iku fiziku, por na mirë mbeti. Mbeti I gjallë, sepse kur nuk pati kompromis për lirinë, drejtësinë dhe të vërtetën. Libri I dy profesorëve të Harvardit, Steven Levinsky dhe Daniel Ziblatt, me titull Si vdesin demokracitë, është një referencë e domosdoshme për të gjithë lexuesit për të kuptuar problematikat që has demokracia ditët e sotme, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, por mbi të gjitha duke bërë dhe një krahasim me vende të tjera, qoftë Amerikës Latine, qoftë lindjes mesme apo qoftë edhe vendeve të tjera problematike të cilat përgjatë historikut të tyre politik kanë kaluar etapa ose kalojnë etapa delikate dhe institucionet demokratike përballen me shtypjen, përballen me trysnin, por përballen mbi të gjitha me përpjekjet e politikanëve për t'i vënë në kontroll ato që duhet të ishin, po themi, të lira, duhet të ishin një institucion tjetër, se që janë gjykata dhe se që janë mbi të gjitha rregullat e lojës dhe ndryshimin I tyre përgjatë betejave politike. Ndonse libri u shkrua në vitin 2018 dhe në atë periudhë ai u lexua si një qasje liberale ndaj mandatit të parë të Donald Trumpit, libri ngjelet një kontribut I jashtëzakonshëm dhe I domosdoshëm për të kuptuar atë se si demokracitë moderne, sidomos në Perëndim, por edhe në vende të tjera, tani më nuk rrëzohen në mënyra klasike nëpërmjet siç ka ndodhur në të kaluarën nëpërmjet grushteve të shtetit, por ato rrëzohen gradualisht nëpërmjet bjerjes vetë rregullave dhe institucioneve demokratike. Autorët argumentojnë se autoritarizmi I ri nuk shfaqet si diktaturë e hapur, por si proces institucional. Liderët me prirje autokratike arrin në pushtet përmes zgjedhjeve dhe më pas fillojnë të ndryshojnë rregullat e lojës nga brenda, kapin institucionet, delegitimojnë kundërshtarët, dobësojnë median dhe përdorin ligjin në mënyrë maksimaliste për të konsoliduar pushtetin. Një nga idetë më të forta të librit është se kriza nuk nis me shkelje flagrante të kushtetutës, por me zhvendosje graduale të normave. Institucionet mbeten formalisht në këmbë, por funksioni I tyre demokratik zbehet. Në thelbin e tij, libri përmend dy rregulla mjaft të rëndësishme që mbajnë gjallë demokracinë perëndimore. Së pari është toleranca reciproke, pra politika nuk duhet ta shohë dhe nuk mund ta shohë kundërshtarin si harmik, por e shef atë si pjesë të politikbërjes, dhe së dyti është vetëpërmbajtja institucionale, çfarë do të thotë që ata që kanë pushtetin nuk mund t'i përdorin të gjitha kapacitetet ligjore për ta eliminuar qoftë politikisht apo qoftë edhe juridikisht rivalin politik. Një nga aspektet më të diskutuara të librit është analiza e asaj që autorët e interpretojnë si përdorimi I skajeve të ligjit për të fituar avantazh politik. Dhe këtu përfshihen praktika si manipulimi I rregullave zgjedhore, politizimi I gjyqësorit, apo përdorimi I procedurave parlamentare për të bllokuar apo delegitimuar kundërshtarin. Në këtë kuptim, ndryshimi I rregullave të lojës nuk ndodh përmes një shpalljeje dramatike, por përmes një procesi normalizimi të sjelljeve që dikur konsideroheshin jashtë standardit demokratik. Libri Si vdesin demokracitë I dy profesorëve të Harvardit është një kamban alarmi edhe në fakt vite më parë. Për së vërtetës nuk janë vetëm këta autor, ka pasur dhe autor të tjerë gjatë asaj periudhe që kanë ngritur të njëjtin alarm, I cili na ka paralajmëruar se si demokracitë tani më nuk vdesin brenda një nate, por ato vdesin gradualisht kur faktorët politik ndryshojnë rregullat e lojës, kur faktorët politik sulmojnë median, kur faktorët politik e shohin kundërshtarin e tyre, më saktë rivalin e tyre si kundërshtar dhe jo si rival politik, por mbi të gjitha kur faktorët politik sulmojnë sistemin e drejtësisë duke ndryshuar dhe rregullat apo duke vendosur njerëzit e tyre në pozicione kyçe për ta pasur pastaj të gjithë sistemin gjyqësor dhe juridik në kontroll. Të gjitha këto japin një kontribut të ngadalt, japin një kontribut të padukshëm në pamje të parë, por që në thelb rënojnë dhe minojnë sistemin demokratik, I cili është ngritur mbi parime të tjera, I cili është ngritur mbi besimin se si politika duhet të funksionojë dhe se si gjykatat apo se si zgjedhjet duhet të funksionojnë. Dhe në këtë kuptim libri është dhe një
manual dhe një letër lakmuesi se si edhe vetë lexuesi shqiptar dhe qytetari shqiptar duhet ta shohë realitetin e tij politik, mbi kriteret e funksionimit të një demokracie e cila fatkeqësisht nuk është problematike tani më vetëm në vendin ton, por është problematike dhe në vende të tjera të botës perëndimore, të cilat deri më dje i kemi pasur si busulla orientimi në jetën tonë të përditshme.